Kryeparlamentari Afrim Gashi, duke komentuar në vlenet në një parti, tha se kryetari aktual i Alternativës Bekim Sali, njëkohësisht zëvendës kryeministër dhe ministër për eurointegrime, ka mbështetjen e tij të plot. Ai gjatë brifingut të sotëm me gazetarët tha se qëndrimi i tyre është se shkrirja e vlenet në një parti politike duhet të bazohet në parimet e barazisë dhe vendimarrjes konsensuale. Në alternativë, më shumë diskutohet për parimet edhe për atë se çfarë duhet të angazhohet të vleni për programin, e jo për atë se kush do të jetë kryetari i partisë. Vleni duhet të shkojë det konsolidimit edhe bloku shqiptar duhet të stabilizohet edhe të ketë dy bloqe si në kampin Maqedonas, po kërkohet mënyra më e mirë për të realizuar këtë. Kujtojmë se Lëvizja Besa javën e kaluar mbajti kuvendin e partisë ku shkarkua gjithë kryesia në mënyrë që t'i hapet rrugë shkrirjes së vlenet në një parti. Të njëjtën gjë ka paralajmëruar edhe partia e Izet Megjitit. Vlen momentalisht po diskuton modelin se si do të funksionojë si një parti, ndërsa përfaqësues të koalicionit kanë thënë se po e diskutojnë modalitetin me dy kryetar. Sipas Megjitit, ideja e bashkëkryetarëve është një prej ideve kreative të cilat ndoshta nuk janë karakteristike në vend, mirë po i një bota demokratike. Koalicioni Vlen u formua para zgjedhjeve parlamentare të vitit 2024 me bashkëpunimin e partive Lëvizja Besa, Lëvizja Demokratike, Alternativa dhe Alianca për Shqiptarët e Arben Taravarit. Megjithatë, Taravari një vit pas këtij koalicioni doli nga qeveria dhe rrjedhimisht edhe nga koalicioni Vlen. Si pasojë e kësaj, edhe ASH-ja e Taravarit posoi përçarje ku një pjesë të përfaqësuar nga zëvendës kryeministri Arben Fetaj vendosën të qëndrojnë në koalicion, ndërsa pjesa tjetër ju bashkua rrugtimit të Taravarit.